Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zhvillimet e fundit nga fushata, por edhe nga Spaku. Në nisje të kësaj jave, dita e sotme ka nisur e vërrutshme, pasi sipas informacioneve mediatike, me urdhër të prokurorit Dritan Prençi, janë sekuestruar kontrata e tunelit të Llogaras. Pas akuzave të Arben Ahmetajt, ish zëvendëskryeministrit nga Ratia disa muaj më parë. Por çfarë ndodh tani? Dhe a mundet që SPAK të bëjë një goditje përpara zgjedhjeve, apo kjo është një nisje fundit të cilës ende nuk dihet? Për këtë do të flasim me avokatin Gylsen Zhdima, drejtuesi i fraksionit Reforma Reale. Avokat, përshëndetje, faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. E papritur kjo apo e vonuar? Jo, unë nuk mendoj se është e papritur apo është e vonuar, unë mendoj se është një mekanizëm që përdoret për një moment të dytë, i cili do të përdoret kundër drejtuesit politik që është Blinda Balluku. Fillimisht do të arrestohen ose do të procedohen drejtorë të ndryshëm të një nivelit më të ulët, për shkak se jemi edhe në fushatë zgjedhore. Unë kam parë me shqetësim që SPAK-u brenda këtij muaji ka vepruar duke marrë disa herë në pyetje drejtorë dhe njerëz të cilët janë të përfshirë ose janë bashkëpunëtor me zëvendës kryeministre. Jam i bindur që do të bëhet një procedim, pra do të vazhdojë diçka, sepse diçka është lënë në rrugë në mes për gjysmë. Sigurisht që rivaliteti brenda SPAK-ut ekziston tani e tutje, sepse SPAK-u do të jetë edhe ai si një institucion në fushat për të zgjedhur kryeprokurorin e ri në muajin dhjetor të këtij viti. Prandaj çdo prokuror do përpiqet të bëjë punën më të mirë, që të duket i mirë, pra i aftë në punën e tij në këshillin e prokurorisë, që përzgjedhja bëhet nëpërmjet këtij organi. Prandaj do të shikoni që brenda SPAK-ut do të ketë rivalitet të brendshëm që do të jetë për të favorizuar sigurisht persona të cilët nuk do të përbën rrezik për zotin Rama. Për ta thënë më konkretisht, kush nuk duhet ta bëjë gjumin e qetë sonte pas këtij lajmi? Për mendimin tim, të gjithë nuk duhet të bëjnë gjumin e qetë, sepse janë të përfshirë të gjithë dhe zoti Ahmetaj ka treguar diçka që nuk kanë treguar të tjerë, pra në krahasim me zotin Velie dhe zotin Meta. Është personi i cili kuptoi lojën dhe u largua menjëherë, dhe pas largimit të tij doli me deklarata, dhe deklaratat që ai ka bërë kanë treguar qartazi që goditjet ose më mirë aferat korruptive që dyshohet që kanë ekzistuar dhe janë bërë në të shkuarën, kanë qenë në dieni persona brenda rrethit. Pra, ajo çfarë kemi thënë përpara, që qytetarët nuk dinë edhe e dinë pra që ka ndodhur një aferë korruptive, por nuk e dinë se si ka ndodhur, kush kanë qenë organizatorët. SPAK-u dhe vetë ata të cilët kanë bërë afera korruptive nuk i zën gjumi. Pse? Nga njëra anë SPAK-u nuk e zën gjumi sepse në rast se i del diçka pas shumë vitesh, normalisht një prokuror do të marrë përgjegjësi penale për shkak se nuk ka hetuar kur duhet të kishte hetuar, dhe ata të cilët janë në politikë, janë në fushat momentalisht, nuk i zën gjumi sepse në rast se nuk do të jenë deputet në të ardhmen, normalisht nuk do të kenë imunitet. Dhe prandaj nuk i zën gjumi. Avokat, para ditën e sotme është paraqitur prapë në SPAK shefi i tenderave, Jonait Mëzyri, pra kreu i Komisionit të Prokurimeve Publike. Kush po rrethohet me këtë thirrje, me këtë marrje në pyetje? Pra ku po tenton të shkojë SPAK-u? SPAK-u nuk po tenton të tregojë pavarësi, por SPAK-u ka dashur gjithsej të kohë të dukej si nuk është pjesë ose hetim të këtë godinës së kryeministrisë. SPAK-u me thirrjen e individit është tek godina e kryeministrisë. Pra nuk është në një godinë tjetër. Autoriteti i prokurimeve publike godinën e vet e ka në kryeministri. Pra për ata që e kuptojnë veprimin e SPAK-ut, duhet kuptojnë që SPAK-u ka shkuar tek kryeministria. Kjo nuk tregon që SPAK-u është i pavarur sepse Rama i ka dhënë SPAK-ut lirinë e veprimit. Jo, kjo është pjesa e lojës, sepse SPAK-u në sy të opinionit publik duhet të duket i egër me Edi Ramën, pavarësisht se çdo veprim dhe çdo
akmarrje politike dhe juridike e ka kryer SPAK-u duke qenë në shërbim të Edi Ramës. Shiko këtu rastin kur zoti Rama ka bërë kërkesë ndaj SPAK-ut që arresto Sali Berishën, Ilir Metën në Asamblenë e Partisë Socialiste dhe erdhi zoti Dumani dhe bëri pikërisht atë që zoti Rama ka kërkuar nga Asambleja e Partisë Socialiste. Loja është kjo, që SPAK-u duhet të duket në sy të publikut që është te godina e kryeministrisë, do duket që duhet të bëjë një arrestim të mundshëm të një zyrtari të asaj godine, që të tregoj qartësi që ne nuk pyesim për kryeministri, nuk pyesim për ministra, nuk pyesim për asgjë dhe kur do të vi momenti. Pse? Se kjo është PR-i që zoti Dumani në largime sipër do të tregojë të qytetarët që unë vajta edhe te godina, po pavarësisht te godina nuk pata prova për zotin Rama, se s'do të kishte dhe sikur do të kishte do t'i mbulonte, por vajta dhe arrestova një roje, një X drejtor. Po e rëndësishme është që unë godita te kryeministria, pra godita godinën. Por në realitet celulari. Urdhëro? Pa shkuar te celulari. Po celulari është shiko, te celulari diçka tjetër nuk kuptohet, edhe po ta them me shumë seriozitet. Celulari është thjesht një fjali që tregon që ti mua po më jeton, po ti nuk ke prova për mua. Por celulari është sekuestruar me kohë dhe di kush është. Celulari Monika Kryemallit. Se në rast se ne marrim të mirëqen që Monika Kryemalli thot, unë kam punuar kundër burrit tim dhe kam bashkëpunuar me Edi Ramën për VKM, për biznesmen, do të thotë që te celulari i Monikës Kryemallit ekzistojnë bizeta me Edi Ramën. Pra, celulari është sekuestruar, është provë, përbën provë në rast se jemi në këtë skenar. Pra do të thotë që loja që ne na kanoset nga këta është shumë e turpshme, sepse nuk mund të thuash SPAK-ut mos merr celularin, sepse SPAK-u ta ka marrë celularin. Celulari e ka deklaruar Monika Kryemalli dhe thot, kam pas bisedime me Edi Ramën. Pra e thot me zë dhe figurë. Çfarë tjetër pret ti? Çfarë të sekuestroj? S'ka që të sekuestroj më. Aty janë. Pra, edhe rasti Veliaj, çfarë i sekuestruan? Grua së tij telefonin. Pra, po të shikoni historikun e sekuestrimit të celularit, të gjithë këta e kanë hëngur nga celulari. Pse? Edhe Ahmetaj, çaj bërën? Shkuan i sekuestruan celularin. Të gjithë kanë ndryshuar aparate telefonike. Madje kanë ndryshuar dhe email. Doni të ndryshoni dhe vitin e lindjes, por është e pamundur në këto kushte. Prandaj, situata e sekuestrimeve është thjesht një propagandë. Thjesht procedimet janë pjesërisht të ndikuara për karriket e tyre dhe nuk jemi në historinë ku gjyqësori shqiptar konkuron gjyqësorin italian. Por jemi në historinë ku gjyqësori shqiptar do të kopjojë gjyqësorin Maqedonas, kur kryeprokuroria e atij vendi u arrestua pasi kishte një ndryshim të madh politik në vend, pas shumë kohësh. Kjo do të ndodhi dhe në Shqipëri. Do të keni patjetër arrestim të brendshëm brenda SPAK-ut. Pse? Sepse provat të çojnë tek mbulimi dhe fsheja e provave të cilët janë manipuluar për të treguar tek qytetarët se si ne qekemi kampioni i antikorrupsionit. Pra, që kanë 20 të ndershëm dhe të gjithë ne të tjerë që kemi të korruptuar. Nuk ekziston kjo logjik. I qëndroni asaj që kemi deklaruar dhe më parë që pas SPAK-ut dy prokurorë do të arrestohen. Edhe jam i bindur në rast se do të punohet me seriozitet, sigurisht që duhet të arrestohen, sepse Sky Encrochat dhe aplikacione të tjera, të cilat unë jam sqaruar qartazi tek opinioni publik që për mua komunikimet nuk përbëjnë element ose provë,
por përderisa SPAK-u është marrë me thashetheme, normalisht duhet të hetoj implikimin, takimet e prokurorëve, të cilët kanë ndodhur në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Pra, nuk mundesh ti të akuzosh një politikan, sepse para disa vitesh ka udhëtuar me një biznesmen dhe sot ta quash korrupsion pasiv, dhe ndërkohë ti brenda radhët e tua ke individ i cili takohet në mes të qytetit me një person që është në hetim dhe ti më thua këtu që është pavarësi. Nuk ekziston kjo gjë. Pra nuk mundet të më kesh arrestuar një kryetar bashkie për skandal seksual, ta kesh konvertuar atë për korrupsion, kur nuk ka ekzistuar elementi korrupsionit, po thjesht marrëdhënie seksuale, kjo një. Nuk mundesh ti të më kesh arrestuar ose mas siguri arrest në shtëpi një grua zëvendës ministre për një ark peshku dhe për një telefon, dhe ti sot të më lesh kryetarin e bashkisë në dënim me mollë mos gaboj, më të ma lesh në krye të detyrës. Po nuk shkojnë këto gjëra bashkë. Pra do të thotë që o janë me shumë standarde të cilët i pari kam qenë unë që e kam thënë, edhe të gjithë i bënin lavazh gamjez dhe i ndartë SPAK-ut, edhe analistë dhe 2 televizione të mëdha të vendit. Pra do të thotë që nga i gjithë situata që është krijuar në këtë vend, duket qartësi që SPAK-u po punon në interes të Partisë Socialiste. E shikoni ju krimet zgjedhore? Në krimet zgjedhore apo ndodhu flagranca? U kap njëri në lushnjë. Çfarë ishte ai asgjë? Pra, për sa i përket krimeve zgjedhore, nuk besoni që do shkojnë në nivelin e grupeve kriminale për goditur, por ndoshta eksponent vegjël mendoni. SPAK-u ka harruar goditjen e grupeve kriminale dhe përveç kësaj, SPAK-u nuk ja mban të godasë grupet kriminale. Nuk ja mban. Nuk bëhet goditja e grupeve kriminale, nuk bëhet me një dëshmitar të drejtësisë i cili shpik film, edhe bën film, edhe bën regjizorin, edhe thot ky ishte në këtë pozicion, ky tjetër në atë pozicion. Ai është i rrezikshëm. Pse është i rrezikshëm? Sepse ai mund të thotë emrin tënd, emrin tim për diçka që se kemi bërë dhe Altin Dumani ta marrë si statistikë dhe thot urdhëro tani kemi dëshminë e këtij personi që na thot këta të dy që kanë kriminal. Nuk shkon. Pra, kjo pjesa të qenurit amator është gjë e tmerrshme. Dhe mos harroni një fakt tjetër. Një fakt tjetër të cilët më lejon thjesht ta diskutojmë. Masa e sigurisë. Është një masë e cila është procedurale. Në Shqipëri masat e sigurisë janë masa dënimi. Nuk i bëjmë procedurë. Pra nuk është procedurale, përgjithësore. Rasti i Gëllçit ka qenë një rast skandaloze. Çfarë ka ndodhur? Thjesht e futën brenda dhe me futjen brenda në masën e sigurisë. Shqipit e Gëllçit, lutem mos harro diçka. Gjithë debati në këtë rast bëhet për masën e sigurisë për Gëllçin, pra vetëm për masën e sigurisë apo për dosjen tërësi. Si është fati e asaj dosje për cilën ajo u akuzua? Së pari për masën e sigurisë, masa e sigurisë e ka bërë personi që edhe të dënohet. Pra, drejtësia e re ka dënuar një person i cili nuk duhet të ishte marrë në masë sigurie të tillë sepse të gjitha vendimet e gjykatës kanë qenë të pa arsyetuara. Pra, ai u paragjykua në themel dosja e tij. Që do të thotë, më lejo pak të tregoj diçka, një sekond. Që do të thotë, rasti i tij është shumë interesant, sepse ndërkohë që ai ka qenë jashtë shtetit, sapo mësoi që ishte momenti për t'u arrestuar, ka ardhur në Shqipëri edhe është proceduar në masë sigurie. Tani çfarë ndodh? Rasti është shumë i bukur.
Pse është i bukur? Sepse na tregon qartësi se si fjalia afërmendësh është rast konkret dhe i zbatueshëm. Këtu të kam vendimin gjyqësor. Mirë, është ky. Është masa e sigurisë. Të kam të gjykatës së lartë. Gjykata e shkallës parë nuk e paska kuptuar që jemi në shkelje procedurale. Gjykata e apelit kundër krimit organizuar dhe korrupsionit përsëri nuk e ka kuptuar që jemi në një shkelje të ligjit. Gjithashtu, gjykata e plepave 2, gjykata e lartë ka bërë mospranim rekursi ndaj tim. Mirë, këtu e kem. Janë ezauruar gjitha shkallët. Të gjitha shkallët. Shkojmë përsëri te plepa 2 tek vendimi i gjykatës kushtetuese. Po ashtu kjo gjykatë thotë që ti s'ke të drejtë vlla, gjyqësori është shumë rregull. Edhe urdhëro këtu mospranim në seancë. Mbaroi këtu. Shkojmë në gjykatën Europiane të drejtave të njerëzit. Dhe i thot gjykata Europiane të drejtave të njerëzit. Qa i thot? Merë faturën tani shtetë shqiptar. Merë miliona, 10.000, 20.000, 5.000. Pra do të thot, çekin kaq të verbër edhe nuk shikoni të drejtat? Dhe shikoni ju, çfarë shikoni? Shikoni statistikat. Avokat, të lutem, për ta mbyllur, më thoni edhe diçka. Në bisedën e fundit që kemi zhvilluar, ju keni folur për një shifër konkrete, 69 masa non grata, heqje vizash, për socialistët keni folur vetëm për krahun e majt, që ka pasur reagime për këtë mendim, opinion, analizë, informacion, deduksion tuajin apo indicje. Tani për të shkuar pak më tej me kërkesë të atyre që na kanë dëgjuar, edhe pyetjeve që kanë shtruar. Avokat, ku bazoheni për këtë, edhe kur do jenë vendimet e para, kur do jenë masat, ku duhet të shkojnë? Administrata e Trumpit, në aeroporti. Administrata e Trumpit nuk punon në mënyrë burokratike si administrata e Biden. Trumpi përdor linjën e tij dhe linja e tij është në një formë jo zyrtare, por është thjesht shumë në kuptimin procedurale për interesat e tij. Partia Republikane Amerikane në të gjithë degët e saj që janë në botë, që ka njerëz që kanë një nivel, një personalitet dhe kanë një seriozitet në publik, merr një referencë nga ata, disa emra personash në aspektin publik, të cilët kanë qenë në krahun e majt pra të Partisë Demokratike Amerikane dhe i kërkojnë se si është qasja e tyre në publik në krahasim me politikat e Trumpit kur kishte ikur Trumpi dhe kishte ardhur Biden. Dhe kjo procedurë nuk ka ndodhur vetëm në Shqipëri, ka ndodhur në Francë, në Gjermani, në Itali, në Greqi dhe në vendet e tjera. Dhe është dërguar një listë me 69 emra që tregojnë qartësisht që janë kundër Trumpit, dhe kjo listë nuk është se do të publikohet nga Trumpi, pra nuk do bëjnë gabime se si ka bërë administrata Biden, por thjesht persona të cilët janë pajisur me vizë, kur do të shkojnë në vend, pra në Amerikë, do të kthehen mbrapsht, sepse nuk do t'i lejohet, sepse do të njoftohet aty që viza është refuzuar. Gjithashtu, diçka tjetër që është edhe akoma po përpunohet, vizat të cilat janë dhënë te zyrtar të lartë do të i merren dhe do të njoftohen që të shkojnë në konsullat që t'i anullohet viza. Por kjo do të jetë gjithmonë në raport se si linja Trump do të punojë. Pra do të thotë ke 69 socialistë të cilët do t'i hiqet viza dhe ju është heq viza. Po thjesht ata nuk e thënë sepse nuk janë ban. Gjithashtu mos haro faktin se Erion Veliaj i ka thënë gruas së tij mos shko në konsullat, jo në ambasadë, se nuk e ka ftuar ambasada, e kishte ftuar konsullata, sepse pritet të vijë Aleksi. Erdhi Aleksi. Ku është Aleksi? Aleksi? Ku është Aleksi, mo?
Po të tjerët janë në nivel, çfarë niveli, deputet, ministra? Po ku është Aleksi konsullata? Pse Aleksi nuk shkoi te konsullata vet? A është shtetas amerikan ai? Pra do të thotë, konsullata ka ndryshuar rol, është një konsullat serioze, e cila din të rishqyrtoj vizat dhe njoftimet, nuk ju duket diçka e çuditshme, pse një ambasad duhet të nxjerrë njoftim, një konsullat për vizat. Po ju e dini që vendi i parë që ne shkojmë dhe kërkojmë viza jashtë Britania e Bashkuar? Pse nuk del lajm për Britaninë e Bashkuar? E del për amerikanët? Sepse pikrisht administrata e re i thot, ore shërifim ju a kemi dërgu, por ju nuk e shikoni sepse jeni të verbër nga ajo që kërkoni të shikoni flamurin amerikan, që thoni që ky është sherifi. Megjithatë, Rama sot ka deklaruar që PD-ja do marrë rezultatin më të keq pas 97-s me 25 mandate që e mbylli atëherë. Rama, për mendimin tim, unë e këshilloj në mënyrë shumë njerëzore dhe pa asnjë hile ndaj tij, pavarësisht se njerëzit që i ka rreth vetes do t'ja bëjnë gropën, por pak më vonë, sepse kur je në pushtet nuk të pëlqen kritika, të pëlqen vetvetja dhe i bë fres vetes nga mes deri në darkë. Unë jam i bindur që Rama ankthin e ka 20 vitet e ardhshme. Dhe në 20 vjeçarin e ardhshëm, Rama duhet të mendoj shumë mirë në rast se do shkojë të bëjë një ndryshim te kodi penal, sepse në rast se nuk bën një ndryshim në kodin penal, parashkrimi i çdo vepre penale që është bërë nga bashkëpunëtorët e tij, Ahmetaj dhe me radhë, parashkruhet pas 20 vitesh. Prandaj unë them që më mirë le të shikoj rezultatin e tij në aspektin penal, se sa të shikoj rezultatin në aspektin elektoral. Sepse shifrat janë shifra, shifrat ndryshojnë, por nuk mund të ndryshosh asnjëherë veprën penale e cila është kryer në formën e bashkëpunimit. Pluraliteti i bashkëpunimit nuk kërkon që ti të jesh i vetëdijshëm në shumë raste që të akuzohesh. Edhe pjesërisht bashkëpunimi sot është kapur një person i cili nuk ka ditur që ka qenë në bashkëpunim, por gjykatat shqiptare kanë dënuar. E ke praktikën, praktika ekziston, provat janë aty. Unë them tek Rama, më mirë prano humbjen se sa të pranosh shkatrimin dhe fatalitetin e Partisë Socialiste. Unë për këtë e kam për çdo socialist që do Partinë Socialiste. Nuk e kam për qeramarsit në Partinë Socialiste. Qeramarsit janë në 2013 dhe nga politikan i kanë bërë Partinë Socialiste që të ndjen si socialist burgaxhi. Ndani ESAP-in nga shoqëri, ndani rilindasit nga socialistët. Në rast se socialistët do të gabojnë edhe duke i bërë fres kryetarit të tyre, kanë frikën dhe po ta them me seriozitet që brenda 20 viteve nuk do të shikoni godinën e Partisë Socialiste, jo më petalet apo çfarë tha ideali militant i cili ishte një mesazh i keq për shqiptarët, që një person i ri me kaq frym arrogance. Edhe Rama që bëri gabimin fatal, duke i treguar të rinjve futuni dhe shikoni fotot nudot e mia, ishte një lajthitje e cila tregon qartazi që ai ka punuar ose punon për të dëmtuar imazhin e shqiptarëve dhe përqendrimin e shqiptarëve si kryefamiljar. Edhe ajo skena tjetër që i hoqa unë pastet në për lokale dhe bëj për moral, për fen, për ato që gratë ishin në 2021 të shqetësuara, 2019 që burrat i luanin llotarinë për lokale, tani burrat e kanë llotarinë në telefon, dhe madje dhe arrestohen dhe futen edhe për burgje, ndërsa sot Rama na thot që shikoni për fëmijë të ri të mitur, shkoni edhe shikoni fotot e mia nudo. Unë nuk e di ku ndodhet institucioni i urdhit të psikologut,
i cili u shqetësua në një rast për raste diskriminuese ndaj një kandidat që bërë një shenjë të keqe, dhe nuk po shikoj shoqata të pavarura, të cilët duhet të flasin për mbrojtjen e të miturve. Ku janë? Ndoshta dje që pushim presim sot dhe në vazhdim. Avokat, unë të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë ju falenderoj shumë për ftesën.